dhe më gjerë. Për fund sjellim reportazhin e Besnik Isenit dhe Suel Jonuzit për punën e marangozit nga Tetova, i cili është ndër të rrallët që gdhend drurin në vepra arti. Ky është Gjanazmiu nga Tetova. Ai është ndër marangozët e rrallë që kanë mbetur në këtë qytet dhe që me shumë zell e përkushtim punon zanatin e tij. Këtë punë punoj për vozhlimit, për kur ku mund të punoj. Baba Ramet Past ishte mjeshtër. Aja konë jesajër në Gjermani, 3 vjetë, për italianëve ishte mësu të bëje murase. Edhe aj, ma la mu shprehi këtë punë. Edhe unë e fillova me seriozitet. Këto vepra artistike që po e shihni, Gjanazmiu e krijon përmes përpunimit të drurit. Por ai shpreheti i dëshpëruar për mos interesimin e njerëzve për këtë lloj arti. Unë i bëj do punë, këto unë veç o mosh puna se nuk ka interesim arti aq sa duhet. Me pas interesim e në unë kom. Gjanazmiu shfrytëzon ditën e njëjtë që është ditë tregu në Tetovë për t'i ekspozuar punimet e tij. Unë këto punime treg që atë ditat e njëjtë dalë që atë të varezat. Atë shes dhe një send, ama ma shumë kom dhe një porosi për ata dalë. Se shqitmja nuk ka interesim. Kja arti do bët është këto. Ky marangoz thot se zanati i tij nuk është edhe aq fitimprurës, arsye kjo që sipas tij detyron të rinj të mos vazhdojnë zanatin e të parëve të tyre. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë javë. Me materiale të tjera nga rajoni ju ftojmë të na ndiqni të premten tjetër. Deri atëherë, nga ekipi realizues i emisionit Ballkan, fundjavë të mbar.